Për fat keq, mendoj që jemi katandis në një gjendje, po them, goxha të çrregullt dhe këtu duke mos jam nistuar as subjektet politike, por as sesi edhe vetë qytetarët. Pra, në këto vitet e fundit, qytetari nuk është se është shumë i bindur, se spaku nuk ka dëshmuar deri tani që ka një bindje sipas programeve që janë bërë nga subjektet politike, por thjesht kemi një ndarje, kemi një polarizim të skajshëm, jo vetëm të subjekteve politike, por dorën zemër edhe të qytetarëve, gjë që e dëmton demokracinë në vend. Prandaj edhe ndodhin gjithë këto subjektet politike nuk kanë. Ne kemi pasur raste, edhe qeveri kemi pasur, pra me muaj e muaj që kanë ardhe, pra e ka bë betimin kreu i qeverisë, ministrat e tij dhe nuk kanë pasur program. Pra po shkohet drejt një si thuash polarizimi dhe vota nuk sjell programi, pra sjell se kush bën garën më të fuqishme, kush sha më mirë, kush godet më mirë, kush etiketon më mirë. Kjo është mënyra se si po mblidhen votat, natyrisht duke akuzuar njëna palë tjetrën, herë se janë me Serbinë, herë me atë tjetrin, herë me këtë tjetrin, e herë se janë dhe pengues. Dorën zemër, kjo traditë ka qenë edhe më herët që nga pas lufta, por një farë mënyrë sikur ke patërën dhe filloi të bëhej një garë, filloi që Kosova të ishte një demokraci e zakonshme që siç janë edhe vende të tjera të Evropës, mirë, por në këto 4-5 vitet e fundit kemi një regres të theksuar. Dhe këtu pra ndodhin jo rastisht fitojnë figura njerëz që s'kan pa asnjë lloj programit, madje as pa asnjë lloj profesionit, dhe janë njerëz shumë të fuqishëm, marrin dhjetra mijëra vota dhe figurat profesionale, autoritetet, dhe kjo ndodh, po them për fat keq me të gjitha partitë, por me theks veçantë me partinë e cila qeverisi këto vitet e fundit. Kjo dukuri ose ky fenomen, po e quaj, u shpërfaq në mënyrë kaq masive me subjektin më të madh politik, e cila tash 5 vjet sundon këtë vend.